Megjithatë, emri juaj ka pse takon makinës nuk kam asnjë makinë personale. Thjesht për të qenë ju e mirë informuar. Dakor. Emri juaj ka dalë disa herë është lakuar lidhur me afera korruptive. Ju keni thënë vetë nuk përmendet emri im në veçanti, megjithatë kur mlidhen një bëjnë dy, një kryeministër që më parë është akuzuar për korrupsion, kush tjetër mund të jetë në çështjen Çeze dhe Dia në marrëdhëniet mes tyre. Kjo ishte një ndër aferet e fundit që u përmend. Si ishte kjo akuzë se paskeni shumë keq informacione? Që një kompani që kishte lidhje me ju përfitonte nga kontrata që mori Dia nga Çezi. Po dhe nga provohet kjo? Kjo ka dalë në një dokument të Birnit që është marrë nga firma. Unë besoj që gjithë shqiptarët e kanë lexuar atë informacion. Kjo është e keqja juaj që unë kam marrë 260.000 vota dhe nuk flas dot në emër gjithë shqiptarëve. Madje jam i kujdesshëm të flas dhe në emër të atyre që kanë votuar për mua. Ndërsa ju flisni në emër gjithë shqiptarëve për një mashtrim publik. Jo, për një njoftim në media që një firmë që përfaqëson qeverinë shqiptare ka përmend një ish kryeministër. Unë do t'ju jap juve dokumentin e firmës, e cila ka bërë publik, të lutem. Ta publikonim në faqen e internetit. Ju do ta kishit, dhe sa bëni këtë pyetje, ju do ta kishit të gjë ku bën të qartë që ajo nuk ka pas shkrimi të manipuluar të Birnit, ka bërë të qartë që nuk përmendet emri i zotit Meta në asnjë rast për këtë çështje dhe ish kryeministri i cili ka përfituar nga kjo kompani, ka dalë emri, ka dalë dokumenti, mund ta jap edhe unë se kam zakon të përmend emra. Ju e paskeni këtë kurajë të përmendi emra, kjo është e drejta juaj. Me sa duket edhe ju duhet ta filloni gazetari nga e para. Zoti Meta, një fakt që mbetet për Shqipërinë është themra e kilit korrupsioni, ngrihet problemi me drejtësinë, me mosgjykimin e akuzave që bëhen. Shqipëria e pas ka zgjidhur problemin e korrupsionit sepse mund t'ju marrë juve të vërë prokurore të përgjithshme dhe ju e zgjidhin në emër të popullit dhe në emër të gjithëve patjetër. Pyetjet këqija nuk ka. Tash ju mund t'i sqaroni, unë mund të jem por nëse flasim në aspekte profesionale për lajme të cilat publikisht janë konfirmuar që janë pa vërteta, nëse u flisni në emër të kësaj kompanisë që ka mbrojtur gjithë qeverinë shqiptare, kur ajo ka bërë një sqarim publik dhe zyrtar dhe ju nuk e paskeni, atëherë më vjen shumë keq. Ajo thjesht thotë që nuk e kemi përmendur me emër zotin Meta. Asnjëherë nuk thotë që nuk e kemi përmendur zotin Meta për asnjëherë zotin Meta për jo të lutem për asnjë transfer apo praktikë korruptive lidhur me këtë çështje, dakor? Ne nuk e veçojmë zotin Meta. Kjo është kështu. Okej. Kjo është kështu, të lutem, dhe ish kryeministri e ka emrin, ka pasur një aktivitet të tij privat, gjërat janë bërë publike, ju nuk i dini këto gjëra, atëherë më vjen keq për profesionalizmin tuaj. Pse del emri juaj? Pse lakohet në media? Pse tërhiqni një vëmendje të tillë negative? A ka ndonjë arsye personal, inat personal që kanë gazetarët me ju? Mua më vjen përqesh se ju jetoni në Amerikë, sa herë del emri Clintonëve këtu për këto probleme. Jo kur zoti Meta, të lutem, kur zoti Meta mos jetë në politik, patjetër që emri zotit Meta nuk do dali, por kjo është gjë që vendosin qytetarët shqiptar, nuk vendoset nga askush tjetër. Qytetarët shqiptar po ikin për ditë. Me aktet e tyre po tregojnë që kanë humbur besimin në Transparency International, në anketa del gjithmonë mungesa e besimit tek qeveritarët. Ju nuk e ndjeni këtë si politikan veteran që jeni? Unë natyrisht ndjej ato përgjegjësi që kam në raport me qytetarët shqiptar, por mendoj që është gjë më lehtë të flasim në mënyrë populiste, absolutisht, por duhet të jemi, mendoj, më realist, sepse kemi edhe nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që ikin në vendet më zhvilluara, si në rast konkretisht të Gjermanisë, por kjo nuk do thotë se këto vende janë vende të cilat kanë probleme të tilla që meritojnë, do të thosha, një karakterizim të tillë edhe të përfaqësimit tyre politik. Ndryshe ne do të gënjejmë njerëzit dhe do të krijojmë iluzione sikur gjërat do të ndryshojnë në mënyrë të shpejtë dhe në mënyrë të jashtëzakonshme, duke ndryshuar gjëra disa politikanë që janë përgjegjës. Po ju erdhët në pushtet 2 vjet përpara me premtimin që gjërat do ndryshojnë. Ju jeni kryetari i parlamentit, ndani fondet për përparësitë e qeverisjes në Shqipëri. Pra një përgjegjësi institucionale e keni? Çdo gjë ndahet në mënyrë transparente. Dhe një nga arsyet që jemi këtu është për të forcuar bashkëpunimin edhe me Institutin Demokratik Amerikan lidhur me programet e transparencës parlamentit. Shpresojmë të dëgjojmë në të ardhmen prej jush. Ju uroj suksese në qëndrimin në Washington. Faleminderit Faleminderit për pranimin. Faleminderit shumë.